Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira, amma ba'd. Allahun azza wa jalla lavdërojmë dhe falenderojmë. E madhrojmë Allahun, Zotin krijuesin e gjithësisë, mëshirëplotin, mëshirbërësin, sunduesin e ditës së gjykimit, ndërsa salavatet dhe selamet i dërgojmë mbi pejgamberin ton Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, mbi familjen e tij të ndershme, mbi shokët e tij besnik dhe mbi gjithë ata të cilët e përcjellin në rrugën e tij deri ditën e gjykimit. Sonte me lejen e Allahut azza wa jall do të themi disa fjalë në lidhje me një hadith madhështor nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, i cili na informon për rastin e një personi i cili ka jetuar te popujt e mëhershëm, një njeri i cili i kishte vrarë 99 persona dhe pas këtij krimi të madh që kishte bërë, i bie ndërmend të pendohet dhe të kthehet te Allahu azza wa jall dhe kërkon njeriu më të ditur që ta pyes se a ka rrugdalje për të, e udhëzohet të një njeri i devotshëm adhurues i cili nuk kishte atë shumë dije, dhe e pyet atë se një person i ka vrarë 99 persona, a ka rrugdalje për të, e ai thot se nuk ka, domethënë rrugdalje për të, dhe e mbyt edhe atë dhe me të e plotson numrin 100. Mirëpo ajo ndërgjegja e mbrentë në veten e tij dhe prap vazhdon të kërkon për njeriu më të ditur në lidhje me fenë, mi tregu se a ka rrugdalje për të, derisa rastis e bie në kontakt me një person që më të vërtet ishte i ditur dhe e pyet atë dhe i thot se një person i ka mbytur 100 persona tani, a ka rrugdalje për të, a i thot se kush ja mbyll, në rastin konkret se ai e bënte pyetjen sikur nuk ishte ai vetë personi, kush ta mbyll derën, domethënë mes teje dhe Allahut azza wa jall. Mirë po, shpërngullo, largohu për vendit ku je duke jetuar, shkon në filan vendin, se atje ka njerëz që adhurojnë Allahun azza wa jall, e adhurojnë me ta, nga se vendi yt është vend i keq, edhe ky person me rrugën më u shpërngul dhe me braktis vendlindjen dhe vendin ku ka jetuar, të shkoj në vendin ku i është thënë të shkoj, e në gjysmë të rrugës i vjen me laçja dhe ja merr shpirtin, e kur i vjen me laçja me marr shpirtin, ka një disa transmetime se domethënë anon me gjoksin e tij ka vendi, domethënë i cili është thënë me shku te ai vend dhe më shpërngul te ai. E masandej ka në hadith se tregon se kanë ardhur me laçet e mëshirës edhe me laçet e dënimit, edhe secila prej tyre ka dashur me marr me laçet e mëshirës, duke argumentuar se ky person është penduar edhe është nisur për vendin e njerëzve të mirë, edhe të plotësoj pendimin, ndërsa me laçet e dënimit dhe azabit thonin se ky person nuk ka bërë asnjë vepër të mirë, derisa Allahu azza wa jalla dërgon një person, një me laçe të personifikuar, domethënë në formë të njeriu, si dhe atë e marrin si gjykatës, domethënë mes tyre, edhe ai gjykon se le të matin distancën prej vendit ku është dalë prej tij dhe vendin ku ka pas destinacion, edhe ka është më afër, ato me laçe le të marrin, edhe kur bëhet kjo matje, kuptohet se për një plumb ishte më afër ka vendi, domethënë që ishte nisur për ta plotësuar pendimin e tij. Kjo është hadithi, domethënë që do të flasim sot për të. Mirë po,
do të flasim në disa pika në lidhje me këtë hadith. E para, çështja e vrasjes së njerëzve pa faj bigajri hak është prej mëkateve të mëdha, është prej 7 mëkateve shkatërruese të cilat i ka përmendur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam që me pas kujdes për tyre. Është prej atyre mëkateve të cilat dietarët e kanë kontestuar se ka pendim për atë person apo jo. Edhe pse shumica dietarëve, shumica absolute thonë se ka pendim edhe për të, edhe ka pendim edhe për atë person i cili ka bërë mëkat edhe më të madh se kë. Është fjala për atë person i cili bën shirk, nga sa Allahu azza wa ka thonë inna Allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Allah azza nuk ja fal njeriu të shirkun nëse spendohet, ndërsa mëkatet e tjera, domethënë ja fal kujna, domethënë dën ato. Mirë po, është transmetuar prej Abdullah ibn Abbasit, i cili është pyetur se ka pendim për atë person i cili ka vrarë dikën pa hak, edhe ka thonë se nuk ka, edhe është argumentuar me fjalën e Allahut azza wa jall ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. Ai cili e myt një besimtar pa hak, domethënë dënimi i tij është domethënë se do të jetë përfundimisht në zjarrt e xhenemit, do të jetë përgjithmonë aty, do të jetë Allahu i hidhur me të, do të mallkoj atë, për të ka përgatitur një dënim të dhimbshëm. Mirë po, dietarë tjerë kur e kanë komentuar këtë fjalë në Abdullah ibn Abbasit se ka të ube, ka thonë jo, thuhet se ka një pyet se ka pyetur e është pa prej tij apo ka kuptuar Abdullah ibn Abbasit se i tili po don me vrarë dikon. Atëherë thjesht e ka mbyllur derën e ka thonë se mos e bën në farforme këtë punë se për ty nuk ka pendim. Apo realisht ka dietarëve që e kanë komentuar këtë fjalë në Abdullah ibn Abbasit, kur ka thonë se nuk ka pendim, e ka pas për qëllim se realisht edhe nëse ti pendohesh, realisht ai person që ti e ke vrarë, hakun nuk mundesh me ia kthy edhe nëse realisht ti i ke ra pishman. Nga se njeriu kur e vran një person, i ka 3 obligime. Ka obligim karshi Allahut azza mu pendu, ka obligim ndaj personit që të ka vrarë, edhe ka obligim ndaj familjes të atij personit dëmon që është i vramë. Qofse ti i pendu mes te Allahut azza ta pranon, qofse ti realisht e ke dorëzu veten te familja e atyre personave që ja u ke shkaktuar këtë vrasje, edhe ata ose domethënë dojnë me kërku që më vra, ose kërkojnë shpagim, ose të falen, me ta mundesh me kry. Mirë po çështja mes teje dhe atij personit që ka vdekur dhe e ke vra, çështja mbetet domethënë e pezull se realisht ti e pendu, mirë pa i ka shku, që ka përfituar pe pendimit tën, e kështu me radhë, e thojnë disa dietarë se ndoshta ka pas për qëllim me Ibn Abbasi këtë çështje se realisht çështja e mes teje dhe vrasit ka mbetur domethënë e hapur edhe ka mbetur vjerrën, edhe pse mësëndej dietarët domethënë e kanë trajtuar këtë temë dhe kanë thonë se nëse me të vërtetë njëri pendohet me pendim sinqert, realisht ti je pendu, ndërsa se për këtë vrasit Allahu azza e merr përsipër atë me kënaq derisa thjesht domethënë nuk kërkon më hak pe vrasit. Disa thojnë ndoshta realisht këto obligimet karshi Allahut i ke kry, karshi familjarëve të vdekurit i ke kry, apo të vrarit, mirë po ka mundësi nesër në ditën e gjykimit, edhe pse e pendue, kë i vrami me të marrë diçka nga sevapet apo të ngarkuat, me të ngarkuar diçka nga mëkatet e tina. Si do që të jetë mendimi më i saktë, nuk ka dyshim se domethënë çdo mëkat ka pendim, edhe shirku, edhe vrasja, edhe çdo mëkat tjetër, edhe në këtë rast edhe vrasja ka mëkat, domethënë ka pendim, nga se këtë e kuptojmë shumë qartë për hadithet për pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që tregon se ky person i ka vrarë 99 vet. Plus kur ai personi i paditur i ka dhënë fatva pa dije e me të ka plotësuar 100. Edhe realisht, domethënë kuptohet se kanë marrë me laqet e mëshirës për shkak se njeriu
është penduar dhe ka nisë me realizu pendimin e tina, se pendimi ka kushte, njeriu duhet me lënë mëkatin automatikisht, me ndjekë keqardhje për mëkatin që ke bë, me pas vendosshmëri, që nuk i kthehesh atij mëkatit, edhe katërta apo kushti katërt që njeriu, nëse ju ka hik në hak njerëzve, është mëkat jo vetëm mes robit dhe Allahut, po është mëkat mes tij dhe njerëzve që m'ja u kthye obligimet që i ka ndaj tyre. Mirë po nëse i plotson për pendimi këto kushte realisht, rahmeti Allahut azza jall, wa rahmeti wasi'at kulli shay, ka thënë Allahu azza jall, dhe mëshira ime ka pluar çdo gjë. Ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, rahmeti ghalabet ghadabi, dhe mëshira jem ka triumfuar ndaj hidhrimit tim. Apo ka në ajet tjetër kuranor, qul ya ibadiy alladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah inna Allaha yaghfiru adh-dhunuba jami'a. Thuaj o ju rob të mi që i keni ngarkuar veten e juaj me mëkate, mos u dëshpërohuni nga mëshira e Allahut azza jall, se Allahu azza jall i fal krejt mëkatet. Ka në hadithin kutsi, o biri Ademit, qofse më vjen sa toka me gjunahe, mirë po më takon mua e nuk më bën shok mu, nuk më bën shirk mu, unë do të vi po me aq falje, që kuptohet se mëshira Allahut azza jall ka të i kaluar çdo kufi, edhe ka përfshirë çdo gjë, e ka të i kaluar edhe hidhrimin e Zotit, edhe thjesht njeriu nuk duhet me i dhon hapësirë, vetes dhe shejtanit që me i përshpërit në vesh edhe me i bë vezvese se realisht ka mëkate apo ke bë mëkate të mëdha, e këtu si fal Zoti kur tyje, apo çish po do me shku te Zoti kur Allah s'ka më të fal të mëkate, kështu më radh. Ndonjëherë njeriu i përshpërit shejtani për veten e tina, po ndonjëherë njeriu edhe lajthit vet, edhe të tjerë ndonjëherë i fol keq, edhe thjesht e shën dashka që ato bënin mëkat, edhe thjesht fol fjalë që nuk i takon me fol, si atë rastin që e kem cekur kur i ka thonë se Allah s'ka më t'i fal ty. Ndoshta është i sprovuar me një mëkat, njeriu edhe është vetë i demoralizuar prej tij, edhe e demoralizon atë më u pendu. A ky personi po thotë i ka myt 99-100 vet, edhe realisht dera e Allahut azza jall është e hapur. Për atë duhet njeriu me pas, dituri dhe me pas urtësi kur fol me tjerët, që thjesht mos me i largu për mëshirës së Allahut azza jall, mirë po vazhdimisht me i afrua ka Allahu azza jall, edhe mos me mbyll derën, se nuk jemi ne ata që mbyllëm derën kërkunia te Allahu azza jall. Përkundrazi kem pas njerëz historia që i kanë njoft, të cilët realisht nuk e kanë pas një kaluar të ndritur, mirë po kur janë kthyer në pendu, kanë qenë pishtar të islamit. E kemi Abu Sufjanin, i cili ka qenë në mëdhëhet si Mekës, dhe çfarë ekspeditash ka organizu kundër pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, e kemi Khalid ibn Walidin, Ikramin, djalin e Abu Jehlit, faktikisht të cilët realisht kanë luftuar kundër pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, i kanë shkaktuar viktima dhe plagë të rënda pejgamberit dhe muslimanëve, mirë po Allah azza ka dashur thotë njerëz jam pendua, edhe thjesht mos andaj jam bë prej sahabive. Abu Sufjani është njeriu i parë i cili ka luftuar dezertorët, ndërsa Khalidi është njeri edhe komandant i dëshmuar që Allahu azza me mirësinë e tina përmes dorës tina ka bërë që thjesht me u zgjeruar islamin në lindje edhe në perëndim. Mirë po që po do me thonë ndëruar se njeriu nuk duhet tjerët as veten me e demoralizu për rahmetet Allahut azza jall, mirë po çdo njeriu që i shkon mendja më pendu, gjithmonë duhet me nxit dhe me inkurajue që mu kthy te Allahu azza jall, se dera Allahut azza jall është gjithmonë e hapur. Mirë po, ka herë njeriu pyet, subhanallahu, ka njeri që i mbyt 99 veta, ka njeri që i mbyt 100 veta, apo këto gjëra janë që në libra. Mirë po tash kur e shohim edhe historia që na ka treguar se me të vërtetë njeriu din edhe me kon shumë kriminal i madh, edhe mos mungop edhe me kon gjakpirs i tillë sa që nuk mjaftohet, me një person e dy, po edhe me dhjetra, me qindra, e historia ka treguar se ka njerëz edhe që kanë mbyt me miliona e me miliona. Çështje tjetër që kuptohet prej këtij,
hadithi pejgamberit sallallahu alaihi wasallam është ajo që kemi thënë në ligjratën e kaluar, që me fol njeriu dhe me dhon fetva pa dituri. Se në herën e parë e ka pyetur një njeri i cili ka pa në të devotshmëri, ka qenë adhuruesi Allahut azhjal, ai ka dhënë fetva pa dituri. Herën e dytë e ka pyetur këtë personin, domethënë që ka pas dituri. E fatkeqësia është që njerëzit ndonjëherë e shohin dikon që ndoshta edhe ka mjekër, edhe i shet domethënë shajat e tina që është i udhëzuar, edhe mendon se sot është i udhëzuar edhe dim për fe. Edhe javën e kaluar kam treguar rastin e atij personit i cili ishte në me umre, edhe i cili e kishte bën haxh më herët, edhe kishte rru flokt, edhe kishte rru mjekrën, edhe më herë bën umrën tjetër prej xhamisë Thajshës, edhe nuk i kishte mbetur asgjë tjetër vetëm se moseqet. Edhe kur e ka përfunduar umrën, e ka pa një njeri me mjekër, tu mendu që kë domethënë dim për fe, e ka thonë çka më bë tash se unë i kam rru flokt para disa ditë, s'ka as në kimën në kokë time, e ka thonë ne shkurtoj moseqet edhe liroti pe ihramit, domethënë ignorancë mbi ignorancë. Mirë po që ajo që po do të thonë është se njeriu ndoshta nuk do të më mashtruan ndonjëherë me personat se të edhe duken që janë domon të udhëzuar, nga se njeriu ka mundësi me qenë udhëzuar, me qenë shumë adhurues, shumë i përullur e devotshëm, mirë po njëria tina me konsolide dhe mos me kompi aty në personat se të autorizojnë apo e bëjnë të dishëm që me dhonë fetva edhe për tjertë. Këtë e kem cekur, domethënë edhe në javën e kaluar, kemi thonë se edhe hadith pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ku me pas njerëz nga umeti im që flasin atë që se keni dëgjuar ju, as prindë juaj, kujdes për ta edhe kujdes jo. Kujdes ata të mos flasin kështu pa dije, e kujdes edhe ju të dëgjoni personat e tillë. Mirë fatkeqësia është që domethënë këtë kohën bashkëkohore me rrjetet sociale, me këto mediat, ju dhon mundësia se të më fol, domethënë edhe me dhon fetva, edhe thash me fol për fenë Allahut azza wa jall pa kurfar prej kujdes dhe mbikëqyre nga Allahu azza wa jall. Çështja tjetër që është shumë e rëndësishme në këtë hadith pejgamberit sallallahu alaihi wasallam është çështja e shoqërisë të mirë, nga se ato personi i dytë i cili kishte detyri pi thot largohu pi vendit tënd se është vendi i keq dhe shko te një vend ku adhurojnë Allahun azza wa jall dhe shko adhuro Allahun azza wa jall me ta. Se realisht njeriu në Allahu e ka krijuar të tillë, natyrshmëria e tij është që mund ndiku me rrethin ku jeton dhe si jeton dhe me çka bën. Nëse ka një rreth mirë, realisht edhe ai predispozitat që më koni mirë është shumë e madhe. Mirë për unë Zot me kon një shoqëri e keqe, një rreth i keq, predispozitat janë shumë mëdha që edhe ai mos më i shpëtue lajthitjes, e ne fetarisht jemi të obliguar edhe në ajete kuranore, në hadithet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, që thjesht me zgjedh shoqërinë edhe vetë si domethënë të rritur, e si prind, po edhe fëmijët me pas kujdes, wasbir nafsaka ma'a alladhina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashiyyi yuriduna wajha wa la ta'du 'aynaka anhum turidu zinata al hayati ad-dunya. Dhe bë sabër me ata personat të cilët e lutin Allahun azza wa jall mëngjes e mbrëmje, e kërkojnë përmes saj Allahun dhe ftyrën e tina, edhe mos i largos syt prej tyre, prej këtyre njerëzve dhe mund se kërkojnë Allahun dhe adhurojnë Allahun mëngjes e mbrëmje, që me të shku mendja ka ata personat të cilët kërkojnë domethënë bukurit dhe stolit e kësaj bote. Apo ka ardhur në jetë kuranor kur fol Allahu azza wa jall për ditën e gjykimit, thotë wa yawma ya'uddu adh-dhalimu ala yadayhi yaqulu ya laytani lam attakhidh يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلانا خليلا. Dhe ditë kome kap zullumçari, domethënë dorën apo domethënë durët e tina me dhëmb. Edhe kome thonë sikur të kisha pasuar, domethënë të kisha marr rrugën e pejgamberëve, mirë për mua se domethënë mos e kisha marr filanin shok, po të kisha zgjedh domethënë rrugën edhe o thimë domethënë udhën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, e mos e kisha marr rrugën edhe më i marr domethënë filanin në festekun, domethënë shok se na dim se shumë njerëz edhe sot që janë rrit, domethënë kur tregojnë domethënë se si kanë filluar mëkatet, i fillojnë të tregojnë se shoqënia e keqe ja kanë lënë dorë.
edhe sot me I pyet se pse s'po domethënë nuk pilen ato mëkate, prap kom e thonë se rrethi shoqënia jam nuk domethënë më lejon një gjë të tillë. Qysh ka në hadith vërtet pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, shoku I mirë dhe shoku I keq është si ai personi që domethënë shoqërohet me një njerëz që shet parfum apo me një farkatar. Shoku I mirë është ai që shet parfum, qofse nuk blen prej tina, s'po era e mirë që rrin karshiti me afër tina ku me të goditur. Mirë po ai personi tjetër, domethënë shoku I keq si farkatarin, qofse nuk digën rrobat, domethënë ashtu siç është digën kush rrin afër zjarrit farkatarit, kombetar domethënë era e keqe domethënë prej tyre. Ajo që duhet me pas dhe mos konsiderat këtë çështje vëllezër të nderuar se të shoqënia veç raste jo të ky person, po dhe të raste tjera. Ebu Talibin, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në prag të vdekjes së tij ishte mbledh paria Mekës dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, pejgamberi sa më thoshte thuaje një fjalë që me pas argument tonë nesër me të para Allahut azza wa jall. Ndërsa nonën tjetër, ata paria Mekës I thënin domethënë se apelen fen e parëve tonë, aleikum selam. Edhe thjesht përfundimi I tij mbet që me vazhdua edhe me përfundu jetën e tij ashtu siç ishte mbavullarët e tyre, edhe nuk e dëgjoi pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Prag të vdekjes së tij, po I dëgjon shoqëninë e vjetër, nuk po dëgjon pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Thash, domethënë sa njëri domethënë është I devijuar, është në mëkate edhe vazhdon në smunët me ilon mëkateve për shkak të shoqënisë së keqe. Këtu duhet me pas kujdes edhe ata që të falen, edhe ata që të vinë në xhami, nga se ndonjëherë vjen njeriu në xhami edhe vjen dhe falet, mirë po shoqërinë I ka mbetur e vjetra. Këtu janë dy mundësi, ose ti ekspozon veten më rreziku që një ditë edhe me lënë namazin e me shku pas tyre, që kjo është shumë më e madhe, ka mundësi ndoshta nëse je domethënë aktiv edhe I bën davet aty në me I kthy edhe ata që marrin xhami. Po kjo e dyta është domethënë pak më e vogël. Fatkeqësia është kur realisht njeriu domethënë udhëzohet vetë edhe rrin gjatë me ta, edhe thjesht nuk I bën davet, as nuk I këshillon, as nuk I orienton hiç mirë, po domethënë nuk e pengon atë mëkatet e tyre dhe rrin sikur nuk po ndodh asgjë. Në rastin konkret për hadithin që po flasim, ky dietari kur I ka dhënë fetva që ka pendim për ty, I ka thonë në vendin ku je të jetu është vendi keq. Shkon filan vendin se atje adhurojnë Allahun azza wa jall dhe adhuro me të. Edhe ky personi, domethënë që ka qenë I sinqert në pendimin e tina, s'ka thonë po bre mirë unë isha pendu, po s'puna me lonën e vendlindjen tem, ku me shku tash në vend që s'njaf kërkon aty, as kam shtëpi, as kam domethënë torna, as kur gjë veç. Kur e ka njeriu domethënë dert fen e udhëzimin e tina, ka herë sakrifikon edhe të senet që realisht njeriu nuk I sakrifikon për asgjë tjetër vetëm për se me rujt fenë e tina. Ama nuk është pendim nëse njeriu I thu duhet me lën këtë mëkat, edhe thot po bre hoxh ne kisha lën, po shumë jam i lidhur për kësaj punë apo në sene. S'më e bre lënë këtë punë apo në sene. I thu bre domon duhet me u largu për shkak ndoshta je të punua me xheni domon të kundërta dhe përzimje xhenisë apo në sene dhe thojmë kujdes realisht që shtovë që vazhdon e jetë të rrezikon derën tënd. Edhe elhamdulillah kërkosh unë s'u deg nëse e lëshon edhe këtë punë, ka punë tjera plot apo në sene, thot po bre, po e kam shoqëninë e mirë, valla rroga e mirë sene, realisht nuk është gjendje asgjë me sakrifiku, a kena thot po du më udhëzu dhe më pendu. E çka nuk shkon çështot. Se në rastin konkret I ka thonë shoh vendin tën krejt, se çaj vend është I keq. Shko ku adhurojnë Allahun azza wa jall që atë janë të udhëzum. Edhe pse do të thonë se ti këta shndron këtë çështnin, këta kanë me kon perfekt, edhe s'ka me pas mëkate, edhe kanë me kon domon shumë devotshëm. Edhe kanë mundësi me pas mëkate, edhe këta kanë mundësi me pas mos poetime. Mirë, por kur I këshish mëkatet e tyre, karshillëzim tyre nuk përmenden. Kur të këshish domethënë mëkatet e tyre, karshim mëkatet aty me çet ke qenë ti dje, domon prap nuk përmenden, por thjesht mos të vjen shejtani me të përshpërit se thjesht nuk ka kërkon njerëz perfekt, as në xhami ishin perfekte sene, nga se realisht
na kërkush si perfekt veç mirë, po kërkush mund të më krahasu me thonë shoqënia e xhamisë është e njëjtë si me shoqëria e kafeterisë kështu me radhë. Me po ajo që po do të thonë gjeniu që don me do të thonë sakrifikue edhe ka dert fen edhe shpëtimin e vet edhe sakrifikon edhe sa që e domethënë të këndshme për nefsin e tina edhe e realizon pendimin. Ndoshta çështja tjetër që ka të bëjë me këtë hadith është domethënë që njeriu nuk duhet me e nënçmu asgjë prej çështjeve të mira. Nga se kur i ka ardhur i personit vdekja, ky ka qenë rrugës të shkuar mes rrugës. Edhe ka në hadith se e ka shty veten me gjyks ka vendi ku është urdhëruar me shku me plotësu pendimin. Gjesti i vogël, po me tregu gatishmërinë se edhe në momentin e fundit të jetës së vdekjes, domethënë faktikisht unë anaj ka e mira e distancohem nga e keqja. Kjo më na dhon një ders se njeriu pavarësisht sa mundet me kon një sen e mirë, që ka ardhur vetë në hadith pejgamberit se mos më nënçmoni asgjë nga veprat e mira, nëse edhe ajo me takun një vëlla tonin me buzëqeshje. Thjesht mos me takun bralt, po me dhon buzëqeshje, thjesht me domethënë me prit me mirësjellje apo nëse edhe pse nuk kushton as para as mundes anë, po e vogël mirë, po neshët te Allahu azhjal ka mundësi me peshu shumë, nga se në rastin konkret kur kanë ardhur dy melaqet e mëshirës dhe melaqet e dënimit. Edhe secila ka lyp, ka thonë unë e pe marrëm për shkak se kanë nisë mu pendu, melaqet e dënimit kanë thonë po kjo s'ka bas një punë të mirë. Atëherë ka ardhur një melaqe personifikuar se njerëzit, se njeriu dhe ata e kanë marrë të gjikues, ai ka thonë shikoni distancën mes vendit të mirë dhe të keq. Nëse vend ka më afër, atëherë me andejlet dhe të shkon. Del që faktikisht një pllom ka qenë më afër vendit që domethënë vendit të udhëzimit, ajo lëvizja që e ka bë në momentin që ka dhënë shpirt me anu ka e mira, domethënë është bë sebeb domethënë që njeriu dhe ky person me shpëtu. Ajo që më rrumbullaksu këtë hadith është që njeriu fillimisht do të murujt mos me bën mëkate. Njeriu me koni devot shumë atë sa ka mundësi, me krye obligimet dhe me urahu harameve. Kjo është ajo që duhet me udhëheq besimtarin. Edhe mirë, po edhe nëse jemi kështu ne e dim se secili kena mëkate dhe bëjmë mëkate, se kjo është natyrshmëria e njeriu. Edhe nëse njeriu nuk është i udhëzuar dhe nuk e ka dëgjuar këto fjalë që pe i dëgjojmë dhe i dim na. Kur njeriu nuk duhet më mbyll tjetër derën ose vetë derën dhe më thonë se s'kam, domethënë Zoti s'm fal mua, e çka kam bëunë, s'kam ku shkoj te Zoti kështu më rase, rahmeti Allahut azhjal është më i madh se mëkatet tona. Edhe dera Allahut azhjal është gjithmonë e hapur përderisa nuk ka ardhur domethënë shpirtet e fyti apo nuk ka lindur domethënë dielli pe perëndimit, mirë po edhe kur kthehemi te Allahu azhjal, të kthehemi sinqerisht, mos kthehemi gjysmë apo parcialisht, kthehemi në namaz e avazën e vjetër, shoqëninë e vjetër, mëkatet e vjetra, domethënë mos me lënë nga se Allah azhi ka thonë ja ledhina amanu dukhulu fi silmi kafa, o ju që të keni besuar hinën fenë Allahut azhjal tërësisht, jo parcialisht. Thjesht ai i cili aleikum selam, ai Allah i cili na urdhëron më fal, ai edhe na urdhëron me agjëru. Ai Allah që na ka urdhëruar me agjëru, na urdhëron domethënë edhe me dhon zakat. Ai Allah që na ka thonë më fal, me agjëru, me dhon zakat, me shkon haxh, po i njëjti Allah ka thonë që rujo immoralitetit, rujo alkoolit, rujo dallaverit, rujo rrënës, rujo hakut huaj, domethënë faktikisht me njëjtin Allah kem punë. Ato i ka bë farz, këto i ka bë harame. Nuk ka domethënë mi ndasanët çto pe kryej, çto s'pe kryej. Kjo pse realisht pi bën dyqyr se nuk jeto bë më të adhuru Allahun azhjal, mirë po jetë në farlloj egoiste që pe kryen ato që aty po të konvenojnë e po shkojnë për shtati e nuk e hi plotësisht fenë Allahut azza wa jall që me o jetu me dëshirën e Allahut azza wa jall, ashtu që ai ka dashur me jetu, jo çish po na konvenon edhe po na teket neve me jetu. Edhe ajo fundit që kuptohet për këtë hadith është se njeriu vlerësohet me atë që përfundon. Ky person nuk ka pas fillim të mirë, i ka mbyt 99 vet, e ka plotësuar edhe me atë njeriu i cili është adhurues, ai ka bën 100, domethënë thjesht 100 njerëz i ka mbyt, e thash vrasja është për mëkateve që është kontestuar, ka pendim për të,
mirë po realisht, dhe më thonë pendimi gjithmonë është, dhe më thonë ekziston, dera Allahut është e hapur, mëshira Allahu azza i ka lënë hidhrimin e tina, thjesht Allahu azza fal çdo mëkat, dhe më thonë nëse njeriu pendohet, mirë po edhe qysh përfundohet edhe jeta ashtu do të ringjallemi, nusim Allahun azza që me pas edhe jetë mirë në hijen e dritës së Allahut azza wa jall dhe mësimet e Kuranit dhe sunetit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, mirë po edhe me pas përfundim të mirë, pra me jetu me fjalën la ilaha illallah, me vdek me fjalën la ilaha illallah Muhammedur Rasulullah, wa akhiru dawana alhamdulillahi rabbil alamin, wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad.